بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Lavdi dhe falëndrimi takon Allahut azza wa jall, Zotit i gjithësisë. Paqja, mëshira dhe bekimi i Allahut që mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe fësnike, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë besimtarët, të cilët esin hapur të tij në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimi i Allahut azza wa jall qoftë mbi gjithë ju. Lutem Allahut azza wa jall që këtë ditë të agjerimit na ketë bërë kabul, edhe atë çfarë na ka bërë nga ky muaj mashtori, muaj Ramazanit, të dalë ngadalë jemi duke arrit të afru pjesës së dytë të Ramazanit ose treshit të dytë të Ramazanit. Lutem që Allahu azza wa jall pra na lehtësoj, na bëj kabul, na i mundsoj që ibadetet tona dhe obligimet tona që i kemi këtë muaj t'i krymë, ashtu që mallnia që i tjetë e knashën prej nesh. Unë, inshallah sonte, do të flas fare shkurtimisht rreth lishmërisë së muajit të Ramazanit, disa norma të cilat janë të lidhura me aspektin formal të muajit të Ramazanit, ose me jurisprudencë, ose si gjuhën arabe me fithun, ose me normat, vendimet, legjislaturën, mund ta themi ashtu, aspektin formal të agjerimit. Ky aspekt është i rëndësishëm, është ai i cili është faktikisht bazë. Domethënë Islami ose agjerimin konkretisht, domethënë ka edhe aspektet e tij formale, edhe aspektet e tij të cilët janë shpirtërore, mentale, kështu me radhë. Kështu që pjesa formale është shumë e rëndësishme se e përbën bazën ose fundamente. Aty edhe nuk mbet, edhe nuk guxohet në asnjë mënyrë, domethënë që të kufizohet agjerimi ose Islami vetëm në aspektin e tij formal, në asnjë mënyrë se është përtej aspektit formal. Megjithatë, është i rëndësishëm edhe esencial se sa për shkak se patë nuk kemi agjerim ose ibadete në përgjithësi. Për më na e ilustruar në më të bukur Imam Gazaliu në veprën e tij Djalun e Dim, ka hasan dhe i përmi spjegu aspektet e gjithë bashkë ose të shumë të agjerimit, thot agjerimi e ka pjesën e jashtme të tij, që është i përgjanë sigurse lvozhkës, lvozhka e arrës ose lajktijave, e cila brenda ka pjesën e fortë, pjesën e ngurtë, e cila duhet me e rujtë dhe me prezervu këtë esencën ose frutin i cili gjendet brenda. Kuptohet se lvozhka nuk është krejt ara, është ajo pjesa jashtme e arrës, por është ajo e cila e ruan faktikisht në të gjendet fruti. Ose guaca me margaritarin, gjithë ata metafora na japin edhe na vënë në dije, se Islami ka të dyta aspektet, edhe atë i cili është jashtëm formal ose legjislativ, edhe atë aspektin tjetër, i cili është më tepër shpirtëror, edhe i cili është i brendshëm edhe duhet të qenë drejt për drejti rrjedhoj e këtij aspektit jashtëm. Për me konfirmu këtë thot vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam në një hadith që na raporton Abu Sa'id al-Khudri, ai thot men sama Ramadan wa arafa hududah wa tahaffadha bima yanbaghi lahu an yutahaffaz ghufira man qabla. Ai i cili e ka agjeru muajin e Ramazanit, duke ja njohur normën, rregullat, aspektin e jurisprudencës, edhe i përmbahet në mënyrë përpik të asaj e cila është e detyrueshme në kushteve e rregullave, thot i falen dhe i shlyhen gjunahet të kaluara. Domethënë për atë është më rëndësi, nëse dona që agjerimi me dhënë efektin e vet, është shumë e rëndësishme, domethënë që t'i ruajmë edhe t'i respektojmë rregullat edhe normat të cilat kanë bëjnë me legjislacionin ose me aspektin juridik të agjerimit. Kushtet e para, ose prej nga i nxjerrën një herë, më mirë që të flasim nga nxjerrën ta normat juridike. Nxjerrën drejt për së drejti prej Kuranit, i cili është burimi i parë,
i legislacionit edhe tradita e pejgamberit alayhi salatu wassalam, mos ne kemi të bëjmë me analogjinë, mos ne kemi edhe konsensusin e dietarëve, e kështu me radhë kështu, por ata që janë kryesore janë Kur'ani edhe Suneti ose tradita rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Cila është baza që neve kemi obligim me ajo, ku e gjerëm atë? Kur'an. Thot Allahu azza wa jalla ajetin, ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besu, o ju të cilët keni besim, keni konfirmuar shpalljen e profetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ju zgjoj juve obligim faktikisht dekret, përdoret fjala kutiba që do të thonë me shkruaj diçka. Ju zgjoj juve dekret agjërimi kuptohet i Ramazanit. Ashtu sikur se ishte obligim edhe dekret për ata të cilët ishin përpara ju, me qëllim që të arritni devotshmërinë, moralitetin ose takuan, për cilin inshallah do të flasim më vonë dhe cili duhet që të jetë frut, cilin e prodhon agjërimi në fund. Pra, kur i drejtohet Allahu azza wa jalla dhe i thotë njerëzve, vjen thirrja prej Zotit, o ju të cilët keni besu, ke i përfshin gjithë, të voglin të madhin, të rion të moshmin të plakën, smurin edhe ati cili është shmesh, udhtarin dhe jo udhtarin, grunet e gjitha periudat e saj, pa marrë parasysh, a është në zanë, a është gjithanse, a është në fazën e menstruacionit, e kështu më radhë, gjitha kjo thirrje i përfshin, është thirrje generale. Është shumë rëndësishme. Pastaj përjashtimet të cilat ne i kemi, ju e dim mirë se agjërimi ka, do thënë nuk janë gjithë që e kanë më obligim që të agjërojnë, se fëmijët nuk mund ta fusim në atë kategori, ata vinë si pasojë e përjashtimeve që vinë me tekstet e tjera, hadithet ose ajetet e Kur'anit, të cilët faktikisht e specifikojnë ose e veçojnë në kanë këtë thirrje e cila është gjenerale. Është shumë rëndësishme e ditë që një farë mënyre do të shohim më vonë, sidomos në çdo kohë, por sidomos kohën e fundit kena kontroverza rreth agjërimit, të cilët do t'i përmendim pak më vonë. Për atë, kur thotë Allahu azza wa jalla, ja ayyuhalladhina amanu, nuk i drejtohet besimtarëve, kuptohet, nuk i besimtarëve të shpalljes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kështu që çdo kush i cili nuk është pjesë e kësaj shpallje, nuk është shqiptar, domethënë i shpalljes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai nuk është i thirrur me këtë thirrje. Pastaj në këtë thirrje përjashtohen kush më? Përjashtohen fëmijë derisa e arrin moshën madhore ose moshën e pjekurisë së fetare ose të asaj që e kupton shariati. Pjekuria e shariatit nuk është 18 vjeç ose 21 vjeç, si është për shembull me liç këtu. Është shumë më herë se sa kaq. Fillon me polucion ose me menstruacionet e para të femrës, polucion tek mashkullit, domethënë ose djem të vogël, domethënë prej moshës diku 11 vjeçare deri ka mosha 14, eventualisht 15 vjeçare. Atëherë, domethënë fillon me atë lloj pjekurie që është fiziologjike, biologjike, domethënë që e ka njeriu ose adolescenti mundën me thirr me interm tonin bashkëkohor, domethënë është edhe e përfshin thirrja fetare ose thirrja Allahut azza wa jalla këtë rast për me agjëru. Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, o ju të cilët keni besu, kush për cilët keni besu, ata që e kanë arritur moshën madhore. Ata që nuk e kanë arritur moshën madhore nuk e kanë më obligim. Çka e argument këtë thotë pejgamberi alayhis salam, rufi al-qalamu an thalatha. Është ngrit kalimi i Zotit ose nuk janë përgjegjësi përpara ligjit të Allahut azza wa jall, nuk kanë përgjegjësi 3 persona. I pari thot es-sabiyu hatta yahlum. Thot fëmiu derisa nuk rritet. Mosana i thot el-majnun hatta yafiq. Domethënë ai i cili është mentalisht i propambetur ose i paaft derisa nuk shëndoshet nga aspekti mental. Edhe i tretë thot en-naimu hatta yastayqid. Edhe thot ai i cili flen derisa nuk zgjohet. Më thonë të është dikush si ai i cili flen derisa nuk zgjohet. Paramendoj dikush është agjërueshëm edhe zën gjumi edhe ejakulon në gjumë. Kuptohet se agjërimi i tij nuk i shprish. Se është në fazën e gjumit, ai s'mund të kontrollu trupin e vet, edhe sistemin e tij fiziologjik derisa është në gjumë. Pra atë prej mëshirës së Allahut azza wa jall, domethënë përjashtohet prej kësaj
prej kësaj thirrje, domethënë edhe nuk është përgjegjës për veprat e veta, domethënë ta 3 persona. Por kjo nuk do të thotë se fëmiu i cili është i vogël nuk duhet me agjeru. Fëmijët është bukur që ti mësojmë në agjerim. Qysh moshën 7 vjeçare. Kush ka më thënë janë vogël e la, nuk ka nevojë për ndoshta kreditet, mund në gjysmën e ditës, mund deri 100, deri 2 ora, deri 3 ora. Kupton? Edhe me një shpërbim vogël që më faktikisht më bë të afërt agjerim. Derisa arrin moshën 10 vjeçare, 11 vjeçare, atëherë ndoshta në një herë pak edhe në përdu një fije me i shty që me agjeru për shkak se kanë obligim. Edhe ata kuptojnë duhen që atë gjallë me pa prej prindërve në rrethin e ngushtë familjar, domethënë se sa agjeroj se vështirë me prit prej fëmijëve prej cilëve ndoshta prind nuk agjerojnë që ata me ndoshta nuk agjerojnë kesh, se ata ashtu funksionojnë, domethënë ata funksionojnë me atë që quhet mimezis ose me kopim, ata e kopjojnë më të rritunit, ata e kopjojnë prindin i cili është role model, ishim thënë na është ekzemplar në sjellje edhe në atë që në kuptan sjellja fetare. Prandaj, domethënë thamë janë të përjashtuar fëmijë. Po ashtu janë të përjashtuar ata të cilët janë, pse në lohëm edhe ata të cilët janë të pa aftë mentalisht, për shkak se ata nuk janë gjendje me e kuptu kanë urtësinë ose filozofinë e agjerimit ose ibadetin në përgjithësi. Për ata është më rëndësi me qenë akil ose inteligjent. Çka nga thot kja, për shkak se rregullat e shariatit janë inteligjibile ose janë janë marrë mendje njeriu. I kupton njeriu. Janë diçka që është e kuptueshme dhe racionale. Nëse është feja ajo që është e kuptueshme dhe racionale, atje na e kena me obligim domethënë me kuptimin gjatë. Nuk është e vërtetë që disa aspekte të fesë tonë ndoshta nuk janë edhe të kuptueshme. Pse kena na me bash për shembull i fal 4 rekat, pse ja 5? S'mundën e vetë, për shembull bjacis ose drekës, ose 2 për shembull rekat namaz, për shembull mas 2 rekat namazit sabahit, për shembull, ose 3 takshanit. Pse ishtë kja kështu? Janë gjërat cilat janë mbi mendin tonë edhe mbi logjikën tonë. Mirë po, një pjesë e madhe e shariatit ose normën bila dhe ibadetit është edhe e kuptueshme dhe ka një racionalitet mas. Për atër ajetin, thonë, pse i kam bërë ju obligim për një bë makshtirë, për një torturu, për një fut në vujtje, për një lanë pa hangër. Ja, la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të arritni gradin e moralitetit, që ju të arritni takvallekun. Aja që ka ishtë filozofia mas agjerimit. Pastaj, kush përjashtohet po ashtu nga agjerimi, përjashtohet të smurit edhe përjashtohen udhëtarët. Ta përjashtohen me tekst Kur'anit, me i vjerë në njëjtën kontekst të ajeteve, pasi që na thot Allahu Azza wa Jalla se kush e ka më obligim me agjeru, thot njëjtën kohë, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin." Ai prej jush i cili, domethënë, është i smur ose është udhëtar, thot ai lejohet që mos ta agjerojë, e ka një fal leje, një far ruksa ose një far permission, që më thanë në anglisht, që një farë mënyre mos të agjeroj gjatë Ramazanit, por me atë që ka me i kompensu ata ditë në mbas. Udhëtari në kupton çdo udhëtari i cili nuk bën vetëm udhëtim ditor, por udhëtari i cili si neve për shembull çdo njëherë prej nesh merr trenin, merr autobusin edhe shkon në punë edhe bëlaja rrugë merr një saat e gjys. Mirë po kjo është udhëtim ditor, është fjala e përditshëm, është diçka që është pjesë e rutinës. Udhëtimi i cili në kupton këtu është udhëtimi shumë i tipit tjetër, e atij njeriu i cili faktikisht e lën vendin e vet dhe shkon komplet në një vend tjetër. Edhe kjo distancë duhet me qenë diku prej 18 versach ose diku kishim thënë janë 54 majla ose 80 diçka kilometra. Kjo është ajo. Mbas si ose mos më tetit kanë fi, merr kjo si bazë, kanë që na uçit një vend punë. Tu s'ka rëndësi domethënë se çfarë janë kushtet e udhëtimit, ai është udhëtimi i lehtë, ai është udhëtimi i vështirë, ai është në kondicioner, nuk është ai udhëtari në këtë pikpamje e ketë lejuar që mos të agjerosh. E smuri është kemi 2 lloj smundjesh, smundja e parë është ajo e cila është e përkohshme, dhe smundjet e tjera, të cilat ose aksidentale si vin pas kohë, dhe smundjet e tjera të cilat domethënë janë kronike, janë permanente, si për shembull diabeti, si shtypja e lartë, për shembull të dikush i cili ka pas pasoja të këqija prej saj.
pastaj kancerin, ka dikush ashtu më radhë. Domethënë, këta raste është e lejuar, domethënë për ata njerëz që faktikisht i lodh shumë agjerimi mos ta agjerojnë. Edhe kur nëse inshallah Allahu Azza wa Jalla gjithë do jep shërimin, por nëse vjen deri te shërimi e kanë në obligim që me i kompenzuar ta det një për një. Komplet domethënë ata të cilët janë të liruar prej agjerimit janë ata të cilët agjerimi i lodh. Edhe nuk ka shpresë që dhe një herë do të bajnë më mirë ata njerëz që më qenë gjendje për më agjeru. Por këtu i referohet ajeti wale alladhina yutiqunahu. Ata të cilët, domethënë agjerimi faktikisht i shkatron. Ata nuk kanë një shpresë në tarë që kanë më bërë, për shembull një moshuar, i cili ka arrit moshën faktikisht e pleqërisë së vjetruar. Edhe ai nuk pritet prej tij që ndonjëherë jetën e tij ka më bërë më i ri ose më i fortë ose ashtu. Allahu Azza wa Jalla nuk e pret atë. Ti mundesh mos më agjeru, por e ke me bosh nëse ke mundësi që me e liru me pagu fitjen për çdo ditë të cilën e ke pagu prej Ramazanit, që për çdo ditë shumë prej Ramazanit me e pagu fitjen, edhe me dhanë ushqim kuj miskinëve janë atyre të cilët janë vobek, më të varfën se sa të varfën. Domethënë ata të cilët nuk kanë asgjë më shpirt. Se i varfën kena dy kategori, edhe këta e njeh Kur'ani, fuqara dhe miskin. Fuqara janë nevojtarë. Nevojtarët ata të cilët tartnat e tyre nuk i plotësojnë nevojat e tyre mujore ose ditore. Ai fiton, do të thotë më rrogë, por shpenzimet e tija, kur janë familjes të ata esenciale, se ja të saltanetët e janë, por ata që janë esenciale, janë në karmënat e tij ose profitin e tij, inkamin e tij që e merr ai në fund. Tanë kanë ky fjalë fukara me terminologjinë kur'ane. Miskin është ai i cili asnjëherë prej tyre nuk e ka. Domethënë nuk ka asnjë farë fund inkamet, jeton domethënë vështirë që i kanë dhe i shtëpi për me jetu, domethënë që mos flas për makina, që mos flas për gjë, domethënë edhe faktikisht jeton me një farë kurie me një skamë. Domethënë ty ne drejtohet, ty ne ta njerëz të cilës mundën të agjeru, edhe s'ka shpresë që kanë agjeru dhe i ditë, aty ne kanë obligim që më janë në pagu kanë fitje. Po ashtu është edhe 2 minuta. Domethënë po ashtu është e liruar edhe shtatzaja, edhe aja e cila është gjithansja, kuptohet gruaja e cila është në fazën e menstruacioneve, aja kuptohet është e liruar prej agjerimit, nuk ka me borxh me agjeru, por e ka me borxh me e kompensu. Aja është e liruar edhe prej namazit, por namazit s'ka me borxh me e kompensu, mas që kthehet, domethënë mas aty në cikleve menstruacionale të saj, që janë mujore. Por agjerimin e ka, është dallimi mes agjerimit edhe namazit. Pastaj, pse i thamë krejt këta? Është shumë e rëndësishme se gjithmonë, domethënë faktikisht domethënë prej mbarë historinë islame, janë paraqitur sekte divergjente. Edhe paraqiten dietar anaj edhe këtej. Ku për shembull mundohen me i relativizuar një ta norma të agjerimit, edhe agjerimin si një prej institucioneve themelore të islamit, mundohen me jafu pa të vlerë që e ka. Pejgamberi thotë, ne kena pa urdhën kuranor, por masanja dhe vetë pejgamberi thotë buni el-islamu ala khamsin. Islami do të ishte ndërtuar në 5 themele. Ju e dini shahadetin duhet njeriu me fal shahadetin, duhet njeriu me fal 5 kohët e namazit, duhet me fal zakatin, duhet me agjeru Ramazanin dhe shkon hajtan 5 shtyllat e Islamit. Janë 5 fundamentet e Islamit. Sigurisht se çdo godini i cili ka fundamentet e saj, e cila ka themelin e saj, ashtu këto të Islamit. Normalisht diçka që nuk është pjesë për hajt për bukurie. Diçka që e mirëbën atë strukturën e Islamit. Domethënë nëse një prej tyre shtyllave mungon, edhe Islami nuk është domethënë është në mungesë ose në frikë që i ka mushem, edhe ka mu prish. Domethënë, edhe të çdo për shembull një njerëz sikurse një prej dietarëve të mëdhenj, një farë Mustafa Rashid, i cili është një farë udhëheqësi i Federatës Kombëtare për Paqë, e thonë këtë se në media shoqërore në kohën e fundit shumë ishte publikuar fetvaja e tij. Ka thënë që pasanik nuk e kanë, vetëm pasanik e kanë obligim të agjeru, por ato të cilët janë të varfër, ata janë të liruar prej agjerimit. Pse më zotni, për shkak se të varfër duhen me dhënë fidjen. Thotë ai s'mund me agjeru, thotë nëse ai nuk mund me agjeru, atëherë aty ka obligim thotë me dhënë fidjen. Si dikush për shembull i cili duhet me pranu fidjen ose ushqimin, duhet me
duhet me agjeru, si pas kesh në shajja logika ti. Dhe më thanë, vetëm a I cili është zënjen, edhe a I cili mund me dhanë fitjen, ose shpagimin, ose kompenzimin, vetëm a e ka me obligim, ndërsa a I cili nuk është në tjenë nesër me dhanë kompenzim për mos agjerimin e tij, a I thot nuk është në obligim. Kështë, dhe më thanë, kështë një sharlatanizëm I thjesht, që mas të ndë I fjallë pak ma tranë se sa kja, për shkak se urdhri kuranori përfshin që pasanikët edhe ja pasanikët. Masanaj, kur thot Allahu Azza wa Jall, që mi dhanë ushqim atyne të cilët nuk kanë, nuk I thot varfën ose fukarave, sa e bën një farë kufini, thot në Egjipt, a I cili më $500 thot muj, a I deri $500 thot a I konsiderohet fukara. Kjo është ai kufini I tij. Domethënë I kufillan fukaraja dhe kufillan faktikisht zënjini në aspektin e shariatit. Si dhe që që mas mirë lodhëm juve me këtë teori, Kurani kur I drejtohet me dhanë ushqimin kuj atyne që nuk janë edhe fukara, janë edhe mazisat, ata që nuk kanë gjamaz vete. Dyta, ku shtot ty që ai ushqim duhet me u dhanë gjatë ditës, pra ai ushqim nuk mund me kenë iftari, për shembull. Pse mund ai që ish miskin mas me njënua dhe ti faktikisht janë e pati një lut iftare. Edhe, shka ish marë kërësori, gjithë ata, ajeti I cili është bazë, ojët të cilit keni besu, është bazë juve dekreta dhe obligim agjerimi, nuk kena një përjashtim që I përshin të varfënit, nuk I përshin varfënit edhe ata të cilit janë skamnor e I përshin të nxënjina. Ja thirrje është e përgjithshme për gjithë derisa nuk ka një prej argumenteve tjera I cili e relativizon ose e sankcionon ose e kufizon, domethënë në një kategori të caktuar në njerëzve. Masallah, pejgamberi alayhis salam me muj nuk ishte në zjerë në shpiti. Faktikisht, ka më thanë nuk ishte në zjerë në shpiti, në më thanë se nuk ishte zi, nuk ishte gatu në shpiti, s'ka pas ka muhanë në shpiti. Ishte lidhë, e dini mirë shemë kërë e lidhë pejgamberi alayhis salam e ven barkun edhe e lidhë gurin, e ven gurin edhe e lidhë për barkun. Në më thanë që me majtë barkun e ti pak ma shtërmushën se s'ka pas, në më thanë, prej s'ka më ledu. Nëse ka kenë dikush I cili ka jetu jetën e një dvarëfërit nga kjo aspekt, ti ka kënej. Edhe shumë tjerë. E kështu më rasi mas flasin. Për atë kësi loj shalatanizm, ashtu se shalatanizmat e të kalumën që kam përshamë nuk I kena më bërsh me njënu 30 të Ramazani, për I kena më bërsh me njënu 30 të Ramazani. Se ashtu si është reduku agjerimi prej 50 dhe në 5, ashtu ishtë dashë më reduku e ata agjerimi prej 30 ditë dhe me këne 30. Ishte I pare analogie. Për këtë nuk ka sens. Përëndërsh se Ramazani nuk ishte të 30 ditë, ishte dhe 29 ditë, si me ba, 2.9. Për shembull edhe me dy ditë të plota me agjeru, as ditën tjetër me agjeru dhe 100.000. Për shembull, pa marrë. Por agjerimi kur nuk ka thënë ashtu, nuk e keni në Kur'an, kurse ka thënë Allahu Azza wa Jalla njënoj 30 të Ramazanit. Por ka thënë shahru Ramadanit, muji Ramazanit. Atë s'mund është pashtime në shumë të kenë 30, kur thot ai ty muji. Muji Ramazanit, shahru Ramadanit alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas. Domethënë ky është ai ajeti që neve faktikisht agjerojmë edhe muji Ramazanit obligjueshmëria e tij lidhet me muj, ja me ditë. Edhe s'mundesh aty tash me ndryshu 30 për shembull. Me aheti zarva me ashtu një zarvë ose me bestu më vaj. Domethënë ta është diçka këta senet janë shalltanime që ndoshta edhe nuk ja vlen që shumë me I fol, por atë çfarë duan me ju. Kam dashur me cik përmes këtyre seneve, është se kjo, domethënë mënyra se si nxirren ligje, norma juridike, fetare shumë serioze, janë njerëz shumë sofistikuar që I pa me ma përpara. Edhe cilët juristët islamit, domethënë, jo vetëm juristët islam, por të fillu prej kohës pejgamberit alayhis salam, dhe ekziston domethënë një kontinuitet në këtë drejtim, edhe shohim edhe një farë një konsensus I përgjithshëm. Për cilët nuk ka dalë, domethënë konsensus kur tan bin dakord një gjë. Tan general mot aty me dalë, se si shnida I herë që isha agjeru 30, ata mundën sektet e ndryshme me fanë edhe 3 sat, me një nuja 30, para 3 sat, ose 3 minuta, por nuk mund të pas pesha e flasë se nuk ka support, nuk ka underpinning, si kështë e fanë Amerikanë, nuk ka bazë në të cilën mu ashtu mu përdetua e flasë. Për atë, lusim Allahun Azza wa Jall, që faktikisht me mësu që ti krymë për normat dhe regullat vetare ashtu si më njëre ti të knaqër prej nesh, po ashtu Allahu Azza wa Jall, që më na e resu për shma në kamet nga muj Ramazan, me qenë edhe me lejba kabul, alhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha. Unë e di
se shumë prej jush, domethënë e keni dëgjuar këtë vaz para 3-4 ditëve, por problemi është më dashme e përsërit puna se kamera nuk e ka rekordu krejt. Edhe po ja them këtë për dy arsye, për vetëm me bashkë dhe dyta arsyeja tjetër është që mos mendoni se jam bërë matuf edhe se ti përsërit fjalë të shefanë. Mirë jam ala.